Me votën e tyre kundër, ata po e pamundsojmë konstituimin e kuvendit. Pra nuk mund të marrim propozime nga partitë që janë në katërta me radhë. Kandidati jonë për kryetar të kuvendit është Albulena Haxhiu, kryetare e GVV-s, është deputetja më e votuar në legislaturën aktuale. Vazhdimi tjetër të seancës konstituive, ku me gjithatë deputetët e kuvendit Republikës Kosovës dështuan që të konstituojnë kuvendin, pra që të votojnë për kryesinë e kuvendit, në mënyrë që të hapet rruga për formimin e institucioneve tjera, si që është qeveria në këtë rast. Ka disa kundërthënie, disa paradokse në lidhje me sjelljen e deputetëve të opozitës. Nisa po dëgjuam deputetin Bajrami që tha se duhet marrëveshje politike, duhet konsenzus, mirë po 2 minuta më herët, po e njëjta tha që ata nuk janë që të bëjnë marrëveshje të tillë dhe s'kanë marrë pjesë as në takimin konsultativ. Pra kjo është sjellja nëse duam ta përkufizojmë në një fjali e opozitës aktuale. Domethënë janë totalisht të painteresuar që të konstituojnë të kuvendin, janë të painteresuar që të zhbllokojnë procesin, përkundrazi, pra edhe bllokojnë, por edhe nuk duan të hapin rrugë që të tjerat të zhbllokojnë. Domethënë me votën e tyre kundër, ata po e pamundsojmë konstituimin e kuvendit. Duhet ta qartësojmë edhe një gjë. Të gjithë pajtohemi që qeveria duhet të formohet nga shumica parlamentare, sepse këtë e kërkon kushtetuta dhe nuk mund të qeverisë, në një skenar teorik do të mund qeverisin të gjithë, mirë po praktika ka treguar që zakonisht fituesi i zgjedhjeve merr partner koalicioni nëse ka nevojë, e bën shumicën e nevojshme prej 61 deputetëve, që është minimumi kushtetues, dhe vazhdon qeverisjen. Tek konstituimi i kuvendit është pluralizëm demokratik, pra është shtëpia e deputetëve përfaqësuesve të popullit, të cilët pra duhet ta konstituojnë kuvendin. Dhe po të ishte ajo çfarë pretendon opozita, që barra, përgjegjësia e formimit e konstituimit të kuvendit i takon vetëm partisë fituese, atëherë do të kishim kryetarin dhe 5 kryetar të partisë fituese. Por fakti që kemi kryetarin që propozon partia fituese dhe pastaj nën kryetarët që përfaqësojnë gjitha subjektet tjera më të mëdha në kuvend, kjo nënkupton që kemi të bëjmë me pluralizëm demokratik dhe duhet të marrin pjesë të gjithë në formimin e institucioneve. Pra po e shohim kush po bllokon, po e shohim se po dalin të pavërteta gjitha pretendimet që kanë qenë më herët, pra para se të arrinin në këtë pikë që Gjoja Lëvizja vetëvendosje do të refuzoj të propozoj kandidat për të zvarritur procesin, ja ku e kemi kandidatin, pra është Albulena Haxhiu, mirë po e shohim që opozita po bllokon këtë rast duke mos e votuar. I falenderoj të gjithë deputetët që kanë vullnetin e mirë për zhblloku procesin, por gjithsesi duhet të rikthehemi tek baza. Kushtetuta thot propozimi i takon partisë fituese. Pra nuk mund të marrim propozime nga partitë që janë në katërta me radhë në këtë rast, siç është AK-ja, nëse po i referoheni atyre. Pra propozimi i takon partisë fituese, propozimi ynë është Albulena Haxhiu. Nëse filloj me hym në këtë qarkun e kontestimit të kandidatëve të njëri tjetrit, atëherë edhe ne do ta kontestojmë kandidatin e LDK-s për nënkryetar, kandidatin e PDK-s për nënkryetar e kështu me radhë. Dhe nuk konstituohet kuvendi kur. Sepse nëse ne bëjmë shumicën me 61 vota, i bie që ata se kanë pastaj shumicën për nënkryetarët e tyre. Por ne s'jemi të interesuar për bllokada, përkundrazi. Po të varrej prej neve, kuvendi do të konstituohej me datën 15 prill. Hapi që ne do të ndërmarrim është që t'ju bëjmë thirrje edhe një herë gjitha subjekteve opozitare që të reflektojnë ngjashëm siç bën herën e kaluar. Pra sepse edhe atëherë ju kujtohet që ishte insistimi që ata kanë të drejtë dhe nuk do të votojnë asnjëherë, madje edhe një orë para seancës pa deklarata të tilla dhe pastaj u votua, sepse është në interesin e shtetit që të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet. A nëse hym pastaj në raportet ku ne ia kontestojmë njëri tjetrit dhe njëra palë duhet të lëshoj pe, pastaj përfundojmë prapë në paradoksin tjetër, siç po e ritheksoj, ku edhe nënkryetarët duhet të kontestohen pastaj. Çka nëse neve s'na pëlqenin nënkryetar, por ne s'po dojmë shku aty. Ne jemi të interesuar me vazhdu përpara me konstituim të kuvendit. Kandidati jonë për kryetar të kuvendit është Albulena Haxhiu, kryetare e GVV-s, është deputetja më e votuar në legislaturën aktuale.